Leona, të përshëndes, cilat janë dhënat që ke mundur të sigurosh sa i takon arrestimit, por edhe të gjithë personave të përfshirë në këtë plagosje? Të përshëndes, Kassandra, 3 persona në shpallur në kërkim, ndërkohë që është mundur që të zbardhet dhe itinerari dhe ngjarja e cila është regjistruar pas ditën e dieshme në zonën e Alidemit, pra një biznesi, saktësisht një picerie, ku një 15 vjeçar i cili prej disa kohësh punonte si shpërndarës pra ushqimesh në biznesin ku edhe ndodhi ngjarja, dhe ai mori disa plagë në fakt, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën dhe ka mundur që të jetë pra jashtë, të jetë i stabilizuar me shëndet. Nga ana tjetër, ditën e djeshme në fakt ka qenë një ngjarje e cila ishte me dritë hije dhe pa me disa pikpyetje, por që burime pranë komisariatit numër 1 na kanë bërë me dije se janë shpallur në kërkim Altin Neziri dhe Leonard Mejdani, të cilët janë administratori dhe pronari i biznesit, cilët janë 2 persona që po kërkohen pasi kanë, le të themi, kanë bërë të mundur dhe kanë urdhëruar punonjësit e picerisë për të bërë të mundur dhe fshehjen e ngjarjes, pra edhe të vendit të ngjarjes, edhe të marrjes së kamerave brenda biznesit për të tentuar për të mbuluar ngjarjen. Ndërkohë që të arrestuar janë Ferit Basha, Andi Hyka dhe Kevin Bala, janë 3 punonjës në fakt të picerisë ku regjistruar ngjarja, pasi dyshohet se në bashkëpunim dhe me administratorin dhe pronarin e kësaj pizzerie, të cilët është në shpallur në kërkim, kanë bërë të mundur edhe fshehjen e vendit të ngjarjes, le të themi provat nga vendi i ngjarjes, por edhe një pikë shumë të rëndësishme të hetimit sa i takon pamjeve të vendit të ngjarjes, pra ata kanë marrë DVR-t e kamerave të sigurisë dhe kanë tentuar që ta fshehin ngjarjen. Nga ana tjetër është dhe një 50 vjeçare në këtë mes, le të themi, në këtë histori, e cila është akuzohet nga policia se ka penguar zbardhjen e ngjarjes, dhe nga informacionet që ne kemi në fakt dyshohet se ajo është edhe shkak i konfliktit të 15 vjeçarit me 21 vjeçarin, pra me një person tjetër që punonte po në të njëjtën piceri, pasi dyshohet se ka qenë dhe mbesa e pronarit. Mëtej dyshohet se është bërë edhe shkak i një konflikti të çastit, pasi më herët mes 15 vjeçarit dhe 21 vjeçarit aktualisht i dyshuar kryesor për këtë plagosje nuk ka pasur probleme. Kjo e thënë edhe nga deklarata e punonjësve të biznesit pra të picerisë ku regjistruan ngjarja, por edhe nga vetë 15 vjeçari i cili në fakt nga një deklaratë e shkurtër që ka mundur që t'ja përblut e komisariatit numër 1 është shprehur se nuk ka pasur më herë problematika mes njëri tjetrit. Ditën e dieshme ka qenë pikërisht pra një konflikti të çastit i cili ka degraduar deri në përdorimin pra edhe të një arme. Ndërkohë që policia thotë se në fakt vijojnë ende kërkimet për të bërë të mundur dhe arrestimin e pronarit, por edhe administratorit të biznesit, pasi dyshohet se janë pikërisht ata të dy, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin urdhëruan ose le të themi tentuan që në bashkëpunim me punonjësit të mund të bëjnë të mundur të tentojnë të fshehin ngjarjen ku mbeti i plagosur një 15 vjeçar i cili fatmirësisht në këtë momente që flasim, Kassandra, është jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që hetimet sa takon kësaj ngjarje janë ende në vijim. Të falenderoj, Leona Sari, për përcjelljen e këtij informacionit minutave të fundit.